Jetoi në Amerikë për shumë vite, më shumë se 2 dekada, por u kthye në Shqipëri. Nga arkitekte Jonida Gjoka sot është mësuese e jogës. Jam njohur me jogën që në 2007 në Amerikë. Në fakt joga më erdhi në momentin që unë kisha nevojë më shumë. Sepse nga jashtë dukesha sikur kisha gjithçka. Kisha një biznes të mirë për interior design dhe punonim, kishim domethënë kontrata shumë të mira me njerëzit e pasur të Naples në Florida dhe mendoja se isha e lumtur dhe kisha arritur gjithçka që ëndrrën amerikane. Në fakt ikja ime ka qenë më shumë si revolt. Nuk e kuptoja veten të plotësuar në Shqipëri, sapo kisha mbaruar biologjikimin dhe po mendoja domethënë që çfarë kam pas kësaj? Okej, i mbarova studimet e mia që në fund nuk ishin domethënë se i zgjodha unë, por ashtu erdhi rrjedha dhe shkova në biologjikimi. Mbas kësaj ndjeva një boshllëk të jashtëzakonshëm dhe mendova dhe kalova në një depresion të vogël, sepse mendova që okej, çka ka përtej kësaj. Pastaj u njoha me tim shoq dhe ai më propozoi domethënë këtë ikjen, këtë daljen jashtë Shqipërisë. Dhe e pash si oportunitet. Mendoja domethënë se ëndrat e mia nuk realizoheshin dot këtu, isha e sigurt për këtë. Fillimi në Amerikë nuk ishte i thjeshtë, nga lavanderia deri tek arkitektura dhe jetesa në zonën e vipave amerikan. Në fillim fare kanë qenë net pa gjumë, net ku ti përballeshe me realitetin që ishte një zhgënjim, kur në fakt aty duhet ja filloje punës nga e para, nga punë, për shembull puna ime e parë ka qenë në një laundry, në një lavanderi dhe kam qenë customer service, domethënë merrja rrobat e njerëzve. Dizajni erdhi sepse unë asnjëherë nuk e kam pëlqyer biologjikimin, pavarësisht se tash e dashuroj shumë. Dhe duke ardhur nga 2 artistë, nga një familje artistash, më duk sikur ishte pjesë e natyrshme, një rrugë e natyrshme imja. Me shumë dëshirë e kam bërë si shkollë, megjithëse ishte si plotësim më shumë se sa për të marrë një diplomë, apo nuk ishte e rëndësishme ajo, sepse unë e kisha biznesin tim. Po ishte për të edukuar dhe për të shërbyer më shumë biznesit tim. Papritur u zgjova një mëngjes dhe ndjehesha shumë bosh, sepse në dukje ishte një shkëlqim i cili, domethënë kisha makinat e duhura, kisha një shtëpi që ishte në një adresë shumë prestigjioze. Po ama unë çdo centa të kësaj shtëpie ne e paguanim me shpirtin ton. Dizajnatorit italian Ferragamo kem dizenjuar banjon sepse nuk arrinte dot domethënë të bënte një match të ngjyrave, muri ishte shumë i veçantë dhe mbas 10 njerëzve domethënë që nuk arrinin ta realizonin atë që donte ai, unë realizova. Për një punë shumë të thjeshtë, domethënë, një banjo pasanikë shkonte $150,000. Prandaj dhe ishte kjo ardhja në Shqipëri, sepse mendova që, okej, unë kam gjithë këto gjëra, arri që t'i paguaj, por ideja është që am kanë bërë të lumtur, a i kam arritur në vërtet ëndrrën amerikane, dhe kur pyesja veten, shpirti ulte kokën, thoshte jo, nuk e arritur asgjë, ti ndihesh bosh, derisa ndihesh bosh, do të thotë që këto janë vetëm lustra, këto janë vetëm shkëlqimi. Sot Jonida bën yoga dhe e mëson për të tjerët që ta praktikojnë, një disiplinë që nis herët në mëngjes. Jemi pa dal nga krevati. Jemi këtu, hap duart, i drejtoj gishtat si antena, edhe marr frymari kockore. Domethënë normalisht fryma merret nga hunda, por siç e dim, lëkura jon ka të gjitha elementet e një organi të madh frymares.
Do me thënë, si që kemi mushkrit, kjo është një organ i madh frymarrje. Dhe në çdo qelizë, në çdo pore të trupit, marr frym ngadalë dhe shkoj me frymarrjen aty ku për shkakun kam probleme gjatë natës, kam djerë dhimbjen e këmbës apo po e para fare e marr frym që të ndjehem e gjallë. Marr frym dhe ndjej praninë e gjithçkaje brenda meje. Marr frym, marr shëndetin, marr dritën, marr minjoje. Kujtohem se për çfarë duhet jem mirënjohëse. Jo se kujtohem për herë, por shpesh e bëj që në trurin tim, në mendjen time, të jem e përmbushur. E pastaj ngrihem dhe bëj ushtrimin, përgatis trupin, se aq e rëndësishme, më e rëndësishme është shkarkimi, do me thënë jashtëqitja, se sa ushqimi që ham. Sepse në qoftë se ti nuk shkarkon gjithçka që ke ngrënë një ditë më parë, bëhet moçal për sëmundje të tjera. Atëherë, vëm duart te këmbët, edhe fillojmë lëvizjen e barkut. Me thënë, këtu te barku është agni, është zjarri, dhe ndihmon për tretjen e trupit. Dhe tani, muskujt e barkut do shkojnë sipër, do kalojnë poshtë. Nuk e di, mbase anash, marrim frym, nxjerrim frymën që organet mos lëvizin, dhe pastaj bën lëvizjen e barkut. Okej, mbasi e mbaron këtë, ndërkohë shkon në tualet, lan gojën, lan gjuhën, është shumë e rëndësishme sepse gjithë bakteriet mblidhen aty. Përgatit ujin e ngrohtë me limon. Ato unë e vë gjysore në diell për të marrë rrezet e para të diellit, janë shumë të rëndësishme, sepse ato jo vetëm ulin dhe përgatitin trupin që lindi dita, është gati për të bërë aktivitetin e ditës, por edhe marr vitaminën D, që është shumë e rëndësishme, dhe ndërkohë edhe uji merr po ato rreze, edhe kur e pi ujin, ulem në këtë pozicion. Ky është një pozicion shplodhës i jogës. Për shembull, kur njerëzit janë shumë të lodhur, është një pozicion që edhe sistemi nervor shkarkohet, trupi shkarkohet, dhe atë që ti konsumove një ditë përpara, ta përgatitesh që të shkarkohet nga trupi. Dhe fillon, do me thënë, e pija të gotën e ujit nga dalë, po ndërkohë në këtë pozicion, që ajo të bjeri direkt e zora dhe të pastrohet dhe të shkarkohet zora, e vë tapetin përballë diellit, edhe filloj me ushtrimet e para. Ngrejmë, kjo është salutimi i diellit. Duart sipër, kalojmë mbrapa. Këtu shtylla kurrizore, shkon përpara, shkon mbrapa. Ulemi, duart në tapet, njëra këmbë shkon mbrapa. Tjetra është e përthyer përpara. I ulim duart, çojmë këmbën tjetër nga mbrapa. Rrim në këtë pozicion. Pastaj ulim gjunjt. Ulim kraharorin, kokën, rrëshqasim përpara. Këto janë lëvizje të cilat duhen që shtylla kurrizore, mendja, truri, neuronet të zgjohen. Shkojmë në down dog. Pastaj
Kalojmë përsëri këmbën përpara. Me këmbën tjetër, palosemi. E ngrihemi nga dalë. Harkojmë. Këtu I çojmë energji, sepse gjithë portat e energjisë tonë ndodhen në shtyllën kurrizore. Dhe duke bërë këto ushtrime, jo vetëm që e kemi ngritur trupin nga gjumi, por kemi ngritur edhe energjinë. Por ja si mund të shkarkoni stresin nëpërmjet jogës. Janë 2 pedale brenda nesh. Njëri pedal I sistemit nervor, njëri pedal është gazi. Ky është baras me stresin. Stresi thot vrapo, lufto, strapaco. Dhe yoga fillon edhe shtyp pedalin e frenave. Thot prit, ngadalso, riparo dhe meri do me thënë problemet apo jetën, mere siç ajo është. Jo me zërin e mendjes apo me historinë që të tregon mendja. Shtyp frenin dhe ulu me veten tënde. Ulu 5 minuta. Bën frymarrjen për shembull, bën frymarrjen 4, 7, 8. Merr frymën, mban 7 sekonda. E nxjerr. Frymarrja duhet bëhet me bark dhe duhet nxirret nga barku sipër. Do me thënë, ti merr 4 sekonda, 7 sekonda ti shkon në për të gjithë trupin, në të gjithë organet që e kanë të nevojshme këtë frymarrje, për të dhënë oksigjen, për të dhënë dritë atyre organeve që duhet. Prandaj kjo ulja edhe frymarrja mban frymën, e çon deri te barku, pastaj merr nga barku, edhe gjatë ushtrimit duhet të marrësh frymë dhe ti ta dëgjosh frymën tënde. E çojmë deri në fund e pastaj e nxjerrim. Për shembull, në qoftë se ndjehemi të lodhur ose na shtyer zemra, e vëm dorën sipër zemrës, edhe duke marrë frymë, I thua vetes që ti je mjaftueshëm, ke vlera për mua. Nuk ka nevojë që dikush të miratoj apo të bëhesh e dukshme për të tjerët, sepse jemi bashkë këtu. Do me thënë, ky është kontakti I parë, kontakti që ke me trupin tënd, dhe kjo është e bukur e jogës sepse të vën në kontakt me trupin. Dhe është frymarrja ajo që të ankeron me trup. Me thënë, momenti që ti merr frymë, mendja do shkojë në trup. Dhe në atë moment ti ndjen një paqe, një qetësi. Sigurisht që duhet përshëndrim, por edhe 2 minuta në ditë mund të ndjehesh shumë e bollshme. Është një metodë tjetër, për shembull, je në dhomën tënde, e ulur, dhe shikon 5 elementë të dhomës. Për shembull, rrobat, karriken, çarçafët e tua, murin, pasqyrën. I shikon dhe ri për pak sekonda aty. Do me thënë, përqëndrohesh aty. Pastaj nga kjo, prek 4 gjëra. Pastaj dëgjon 3 gjëra, zërin e zogjve, apo zërin e radios, apo zërin e nxënësve që kalojnë, apo kam një shkollë aty afër. Pastaj do dëgjosh 2 era. Kjo është, do me thënë, që ti të largohesh nga sensat e tua, nga 5 sensat e tua. Largohesh nga ato dhe trupi, mendja ka pushuar ndërkohë, e ka harruar atë problem, nuk të bën më zhurmë dhe je këtu dhe tani. Zakonisht aty në yoga, unë filloj duke
duke shkundur trupin. Do me thënë, e shkund trupin, kjo është e rëndësishme, dhe pastaj kjo është një tip manipulimi energjisë. E shoqëron me frymarrje, e afron energjinë afër teje, e përqafohesh me energjinë. Duhet përqendrohemi te fasha dhe te sistemi limfatik, i cili terminalet, aty ku hyn dhe dalin të gjitha ato tubat e sistemit limfatik, e shkarkimit, që është sistemi i shkarkimit të trupit. Glimfa për shumë marrin këto dy gishtat dhe i vëm anash veshit dhe shkarkojmë këtu ke pjesa e limfës. Vazhdojmë me pikat e tjera të shkarkimit, që janë njëra këtu dhe tjetra poshtë qetullës. I lëvizim, e aktivizojmë këtu. Pastaj nga ana tjetër, që ky sistem të shkarkoj. Pastaj fillon me pjesët e tjera të limfës, të sistemit limfatik që janë këtu. Pastaj fillon me këmbët, me trupin. Edhe kokës. Okej, pastaj bëjmë sa ushtrime, e vëm këmbën këtu, ose në qoftë se nuk e vëm dot këmbën këtu, mund ta vëm këmbën edhe këtu, por mund ta vëm dhe këtu. Ngrejmë duart sipër. Dhe rrim këtu. Ndërkohë, shiko si shkarkojnë, do me thënë, të gjitha pjesët e trupit. Në momentin që ti ngrihesh lart dhe gjithë trupi jo tërhiqet, atëherë ajo fasha e trupit, që është sistemi i cili lidh të gjitha organet, lidh të gjitha pjesët e trupit, muskujt, mbulohen me fashën dhe jep sinjalin që jemi gati për ditën përpara. Ushtrime të thjeshta për gjurin, mund të jetë ky ushtrim. Rrim këtu, ose edhe ulur në karrike, ulemi këtu, e shtyjmë gjurin, edhe këmbën tjetër. Një ushtrim tjetër që është shumë i mirë, është edhe ky ushtrim. Pjesa e kofshëve duhet të jetë komplet poshtë. Mund të ulemi edhe gjurin, në qoftë se nuk e mbajmë dot. Mund ta ulim gjurin, ta shtrim këmbën nga mbrapa. Harkojmë dhe shtyllën kurrizore. Pastaj ngrihemi. Shkojmë anash, hapim duart, edhe një herë tjetër. Pjesa e legenit është pjesa e ijeve, është pjesa më e fortë e trupit dhe sa më e fortë jetë ajo, aq më e lartë gjatësia jonë. Edhe nga ana tjetër. Bën lëvizjen e kyçeve të këmbës. Shkon përpara mbrapa, bën aktivizimin e tyre. Mund ta bësh aktivizimin e tyre edhe në këtë pozicion, down dog, ngadalë dhe me frymarrje. Ndërkohë, mund ta vësh edhe gjurin aty në tokë që mos dhe hap këmbën. Kjo çon presionin te jetë, te kofsha.
ulemi këtu, koka tjetë sa më afër tapetit. Çojmë këmbën sipër. E kapim këmbën përpara. Edhe ky është ushtrim fantastik për të aktivizuar gjurin, për vithet, për legenin, për femurin. Okej? Çojmë sipër, harkojmë shtyllën kurrizore. Dhe në qoftë se mundemi të rrim këtu. Okej, gjithmonë mendja do të thotë, okej, mjaft, ngriu, nuk po duroj dot më. Por këtu është ajo ndryshimi. Ti e ndjen atë urgjin e mendjes për të ndryshuar, por ti thua prit. Me anë të frymëmarrjes sistemi nervor e relakson trupin dhe trupi lëshohet. Ngrihemi. Edhe këmbën tjetër. Mund të bëjmë ulje të trupit, ngritje. Sigurisht janë lëvizje të kontrolluara. Janë lëvizje të kontrolluara dhe janë lëvizje me frymëmarrje. Dhe këtu është bukuria e jogës, sepse yoga nuk interesohet për, domethënë, për muskujt apo për pompimin e muskujve, por t'jep energji, nuk ta merr energjin, po t'jep energji. Gjithmonë mbas jogës je shumë në paqe dhe je gati e shlodhur. Nuk je e lodhur si që mbas palestrës. Vërtet ke adrenalin, po ajo adrenalin do të shkarkohet për pak. Kjo përsëri, domethënë, është një ushtrim që është mirë për pjesën e femurit, e legenit. Ose kemi dhe ushtrimin, edhe këtë ushtrim, është shumë i mirë, edhe ky. E kapim këmbën. Po mundohem, domethënë, të bëj ushtrime të lehta që të jenë sa më të pranueshme për njerëzit. E marrim këmbën me frymëmarrje, me vetdije, ti shkon aty dhe je te trupi jot. Dhe mendja pushon. Ose rri këtu, dhe gjithmonë, domethënë, yoga nuk është cirk, nuk ka rëndësi ti bësh ushtrimet perfekte. Yoga është të jesh në tapet dhe të mundohesh. Dhe vlerësohesh për mundin që bën. Kjo është yoga fizike, shpirtërore, mendore. Faleminderit.